Helikopterët dhe avioni zjarfikës që shtua së fundi forcës ajrore thirren në betejat më të vështira me zjarret dhe ndërhyrja e tyre është vendimtare për të mbrojtur jetën dhe pronat e qytetarëve të rrezikuara nga flakët në këto ditë të nxehta. Në këtë periudhë me angazhim të lartë operacional, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi zhvilloi një takim me pilotët në bazën ajrore të Farkës, ku vlerësoi punën e tyre në misionet e kryera në zonat e prekura. Sipas një materiali të shpërndar nga Ministria e Mbrojtjes, Nufi u përsolli mirënjohjen për profesionalizmin, për kushtimin dhe gatishmërinë e treguar në ndërhyrjet ajrore, veçanërisht në kushtet më të vështira. Forca ajrore vijon të mbështesë operacionet në terren sa herë që përmasat e zjarreve apo terreni i vështirë e bëjnë të domosdoshme ndërhyrjen nga ajri. Në takim morën pjesë dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Arben Kingji, komandanti i forcës ajrore, General Brigade Edmond Voci, si dhe pilot dhe oficer të menaxhimit të dronëve. Edhe dronët Bayraktar janë përdorur gjatë këtyre ditëve për zbulimin, evidentimin dhe monitorimin e vatrave të zjarrit në zona të ndryshme të vendit.